Përshëndetje, përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq që më ndiqni në platformat e mia digjitale, në YouTube edhe në TikTok. Ja ku po ritakohemi sonte për të komentuar dhe për të ndarë bashk analizën, mendimin, për të shqyrtuar pak situatën rreth Mateos edhe Brikenës. Nata e sonte ka qenë një natë surprizash brenda shtëpisë së Big Brotherit. Në fakt, Brikena është gjendur në një situatë që me të drejtë është provokuar nga Mali. Mali ka të drejtën të plotë të provokoj Brikenën në këndin e banores, ta provokoj si banore, ta provokoj për situatën, ta provokoj për emocionet e saj, për ndjenjat e saj kundër drejt Mateos, ndjenja në fakt të cilat janë, por fatkeqësisht nuk shprehen. Ajo teksa po gatuan të ushqimet të sfidës së përzgjedhur nga vllau i madh, hudhi hipoteza që nuk ndjen asnjë gjë, do me thënë shpirtërisht nuk ndjen asnjë gjë për Mateon. Ajo thjesht është brenda një formati siç është Big Brother, por që ka ndërtuar një ndjenjë, ka ndërtuar një emocion, ka ndërtuar një pasion për Mateon, nuk është një diçka e këtillë, do me thënë nuk ndjen një diçka të këtillë. Dhe Mateo ishte ai që në fakt e dëgjonte jashtë në obor edhe në verandë Brikenën, që Brikena fliste me Mali në këtë formë dhe Mateo normal që nuk ndjeshte fare mirë. Por Mateo shikon një tjetër gjë brenda shpirtit të Brikenës që ndoshta banorët e tjerë nuk e shohin. Tani, nëse do t'i analizojmë bisedat e Mateos që flet me banorët brenda në shtëpi, Mateo ka treguar që Brikenën e njeh jashtëzakonisht mirë. Do me thënë e njeh jashtëzakonisht bukur se si Brikena funksionon, se si Brikena vepron dhe se si Brikena e mban përditshmërinë e saj. Pas festës, unë e quaj fest këtë sfidën, sepse banorët janë argëtuar dhe janë kënaqur, Mateo dhe Brikena u ulën në verandë dhe Brikena ishte ajo që me vetë dëshirën e saj, do me thënë i thonte Mateos që unë nuk kam pëlqim për ty, por i tregonte momente nga jeta e saj, i tregonte se si dëshiron që ta ketë trupin e saj, se çfarë bën ajo në palestër, se si vishet ajo në palestër, do me thënë bënte provokime ndaj një mashkulli, siç mund të provokohet ai. Brikena e bënte këtë. Dhe më pas, do me thënë, Brikena filloi duke i thënë Mateos që unë ndjehem mirë me ty dhe ti je babi i bolit, unë jam mami i bolit. Edhe pse, do me thënë, është shumë e luhatshme, për një sekond thot që nuk të pëlqej, ndërsa në sekondin tjetër thot ti je babi i bolit, vetë ke thënë këtë gjën. Dhe Mateo i tha shumë bukur, sado që ti mua të më thuash që ti mua nuk më pëlqen, që ti unë nuk të josh, që ti nuk është se ke simpati për mua, unë përsëri do të vrapoj pas teje sepse e di që thellë në shpirtin tënd është krejtësisht një përgjigje tjetër. Dhe në atë moment Brikena i tha, pa marrë parasysh tha, këtë gjën tha nuk ta drejtoj ty, do me thënë i dha një lloj arsyetimi në këtë mes, tha unë e kam qef që kur të marr vendime të rëndësishme për jetën time, sepse tha unë nuk kam patur asnjëherë dashnor, unë nuk kam patur asnjëherë mashkull, unë tha duaj që gjën të analizoj në mënyrë të detajuar, duaj që gjën të analizoj në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ta logjikoj mirë dhe atëherë të them po. Dhe aty do me thënë Mateo mori përsëri një dritë jeshile. Tani, unë e di shumë bukur që Brikena e ndjen dhe e don Mateon, sepse një vajzë kur bezdiset nga një djalë, këtë e dini të gjithë ju, nuk është se e di vetëm unë, sepse storje të tilla keni patur pothuajse të gjithë, ajo mundohej që ta injoron atë djalin, mundohet, do të thënë ja pret me thik gjën, nuk është se e lejon atë që të ri me të, e lejon atë të bën momente të bukura, e lejon atë të thot fjalë të bukura, të shprehen emocione dashurie. Ndërsa Brikena çuditërisht i thot Mateos që unë nuk kam pëlqim për ty,
por ditën edhe kohën edhe natën e kalon bashkë me të. Shikon lëvizjet se ku është Mateo, futet brenda në shtëpi bashkë me Mateon, del jashtë dhe do me thënë mundohet që në disa forma ta njeh Mateon, por për kamera dhe për banorët i thotë që unë nuk kam as pak pëlqim. Tani, unë e pres, me thënë drejtën, që Brikena të rëshket në bindjen e saj. Unë jam pro dashuris, nuk jam kundër dashuris. Mua më pëlqejnë njerëzit të cilët i bëjnë gjërat të cilat i ndjejnë, i bëjnë gjërat të cilat ato i bëjnë të ndjehen të lumtur dhe të ndjehen të bekuar shpirtërisht. Dhe shoh që Brikena, do me thënë, është e kënaqur me Mateon, dëshiron të merr kohën e Mateos, dëshiron të merr vëmendjen e Mateos, për shembull sonte cigaret e veta pasi që kanë mungesë buxheti, pasi që Ina siguroi vetëm 20% të buxhetit, Brikena i hoqi nga vetja e saj dhe ja dha Mateos. Tani ajo nëse nuk do të kishte pëlqim, nëse nuk do të kishte simpati, nuk do ta bënte këtë lëvizjen. Por ka një gjë tjetër këtu, do me thënë Brikena vazhdon së thënuri që unë nuk kam patur asnjëherë, do me thënë, të dashur, dhe ky fakti që Brikenën e bën që, do me thënë, Brikena të ulet edhe të mendon disa herë, a ta pranoj unë fenomenin Mateo dhe ta shoh lidhjen me të, apo ta mbyll krejtësisht, do me thënë, këtë kapitull dhe nuk do të jem ajo vajza që brenda shtëpisë së Big Brother ndërtoi një lidhje dashurie, apo thënë shkurt ndërtoi një emocion. Do me thënë, unë pres një lloj lëvizje, sonte pa shumë pika interesante që Mateo si dha edhe një dritë jeshile pak më të madhe Brikena, i dha pasion pak më të madh, i dha emocion më të madh, edhe unë e di që Mateo do të bën lëvizje më të qarta, ndoshta edhe do t'i propozon më shumë, sepse Brikena i kërkon më shumë fokus. Për shembull sonte i tha, në qoftë se ti e do një femër, ti e bind atë, do me thënë vepron duke e bindur atë, vepron duke i ambushur mendjen asaj, duke i ambushur mendjen në kuptimin që, do me thënë, të ndërtohet një gjë e bukur. Dhe mendoj që Mateo nuk do ndalon. Mateo ka dy qëllime brenda këtij formatit, që të fiton zemrën e Brikenës edhe të fiton lojën e Big Brotherit, sepse mesazhet të cilat erdhën brëm në shtëpi nga loja Big Love thjesht e bindën Mateon dhe e bindën shumicën e banorëve që Mateo është personazh, Mateo është protagonist, do me thënë di të bëj një lojë të bukur, di të dhuroj emocione fantastike, dhe kjo e bën Mateon që të jetë i surprizuar në shumë forca. Tani, unë dua të marrë mendimin tuaj rreth kësaj analize që bëra unë, do me thënë unë shoh gjëra këtu, nuk është që nuk shoh asnjë gjë, sepse zakonisht unë jam i drejtë për drejtë dhe e them mendimin ashtu siç unë e mendoj. Dua të marrë mendimin tuaj, si e shikoni ju marrëdhënien mes Mateos edhe Brikenës, dhe a mendoni që kjo dashuri do të finalizohet me një altar të kuq?